diferenca. Si duket kjo fondatina dhe korrektori, pra 2 në 1 në fytyrë. Produkti rrotullohet në këtë mënyrë dhe del i gjithi këtu sipër. Dhe tani do ta vendos. Do bëj vetëm gjysmën e fytyrës. Dhe do ta përhap. Ka një mbulim shumë natyral, por në të njëjtën kohë i mbulon dhe shenjat që keni në lëkurë. Është semi mat, pra nuk ka shumë shkëlqim, por në të njëjtën kohë as nuk thahet në lëkurë. Pra përdoret nga të gjitha llojet e lëkurave. Kështu do të duket dhe make-upi i përfunduar. Kam vendosur shumë pak produkte dhe ndërkohë fytyrën nuk e kam bërë set me loose powder dhe kështu do të duket nga afër. Nuk ka asnjë lloj krisjeje. Nga fondatina, unë kam përdorur numrin 2, për porosi na kontaktoni.